Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu fi kitabil karim, ba'd, asta'idhu bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattakun. Sadaqallahu al-azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam في حديثه الشريف بعد أستعيذ بسم الله الرحمن الرحيم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان وحج البيت من استطاع إليه السبيل صدق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Të nderuar shikues të televizioneve, ju përshëndes me një përshëndetje shumë të bukur islame, që është Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja dhe shpëtimi i Allahut qoftë mbi ju. Në fillim falenderojmë Allahun xhalla shanuhu, krijuesin e gjithësisë. Salavatet dhe selamet i dërgojmë shpirtit të pavdekshëm edukuesit të gjithë njerëzimit, që është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Unë do të flasë diçka mbi ortësitë e agjerimit, se si njeriu duhet të jetë i urtë gjatë agjerimit të tij, se me të vërtet agjerimi është një obligim ndaj Allahut xhalla shanuhu që po e kryjmë ne. Dhe inshallah lut Allahun xhalla shanuhu që agjerimet të cilet ne jemi duke kryer, inshallah jemi prej atyre besimtarve që të arrijmë atë pikë synimin ton deri në ditën e fundit. Është një adhurim i cili kërkon që të bëhet vetëm se për hir të Allahut. Sa Allahu xhalla shanuhu thot, të gjithë bijtë e Ademit, çfarë do veprash bëjnë për veti. Të falmi namaz, falmi për veti, të japim zeqat, japim për veti, të bëjmë ndonjë vepër të mirë, bëjmë për veti. Mirë po, mos mendojmë se agjerimin ton që jemi duke bërë për veti. Sa Allahu xhalla shanuhu ka thënë, vetëm se agjerimin besimtarët e bëjnë për Allahun xhalla shanuhu. Domthonë ne ka dhënë një mundësi Allahu xhalla shanuhu që ne agjerimin ton ta bëjmë vetëm se për hir të Allahut dhe shpërblimin ta kërkojmë prej Allahut. Se unë kam dëgjuar shumë shpesh që thonë se unë nuk agjeroj, po nuk agjeroj për veti. Jo, vëllai i nderuar. Nuk është agjerimi për ty, por agjerimi është për Allahun xhalla shanuhu. Kur ne dimë se të gjithë jemi krijesa të Allahut, çka Allahu xhalla shanuhu na ka krijuar, Allahu xhalla shanuhu na ka lënë furnizimin e tij, Allahu xhalla shanuhu na ka lënë të gjitha të mirat në këtë botë, dhe ne nuk jemi falëndërues që ta bëjmë një agjerim për Allahun. 11 muaj po i kemi tonat. Çfarë do po bëjmë? Po bëjmë edhe gabime. Ne duhet ta kemi parasysh se ne bëjmë edhe gabime, por Allahu xhalla shanuhu thot hajt, se do t'i fali. Kur do t'i fali? Do t'i fali në atë moment kur ti fillon agjerimin tënd. Do t'i fali në atë moment kur ti do ta përfundosh agjerimin tënd, në atë moment, në atë ditë, Allahu xhalla shanuhu thot fal të kofshin të gjitha ato gabimet të cilit i bëre ti, pa mos e ditë ti fare hiç, Allahu xhalla shanuhu do t'i falë. Në momenti më i gëzuar është këtë botë kur ne fillojmë të agjerojmë. Ne duhet ta dimë se dy lloj gëzime kemi. Gëzimi i parë është në këtë botë, ndërsa gëzimi i dytë është në botën e ardhshme kur do t'i dalmi përpara Allahut xhalla shanuhu. Cili lloj gëzimi është këtë botë? Na shumë gëzime kemi, çka nuk mund ta dallojmë se cili është gëzim për neve më i papërshkruar. Sa të njerëz të cilët e kanë mendjen të komplikuar, e kanë mendjen të tollovitur, të them në një fjalë kështu popullorçe. Ata njerëz e kuptojnë që gëzimi më i papërshkruar është kur kanë ndonjë aheng, kur kanë ndonjë gëzim këtë botë çka e harrojnë Allahun xhalla shanuhu. Mirë po jo, gëzimi i kësaj bote është momenti kur ne të bëjmë iftar. A i sheni? Gëzimi më i mirë dhe më i papërshkruar është momenti kur ne jemi duke pritur momentin kur ne të pim ujin që Allahu xhalla shanuhu e ka dhuruar në këtë botë edhe ujin për neve. Se njeriu është i krijesa e fundit
që e ka krijuar Allahu xhaleshanu. Dhe çka? Të gjitha që i ka krijuar Allahu xhaleshanu para njeriut janë në dispozicion për njerin, por njeriu nuk din ta falenderojë Allahun xhaleshanu. Njeriu thot, çka? Po mos ka filani të më dhon një gotë ujë, unë kështu vdek. Por jo atë e ka caktuar Allahu që ti të jesh falënderues ndaj Allahut. Vetë ajeti kuranor që e citova më herët, ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, agjerimi është bërë obligim siç kanë qenë edhe ata që kanë qenë para jush. Dhe ne duhet të jemi të urtë. Ne duhet të jemi të durueshëm me durimin tonë që të arrijmë shpërblimin e Allahut. Me durimin tonë që jemi duke duruar në një farë mënyre, jemi duke duruar pa ngrënë, jemi duke duruar pa pirë, jemi duke duruar gjithë ata që i kena pas gjatë 11 muaj obligim, i kemi pas të lirë, tash duhet të jemi të durueshëm para Allahut xhaleshanu. Se nuk jemi ne të partë dhe të fundit që e kemi obligim agjerimin, por me anë të agjerimit, Allahu xhaleshanu ka thënë ti të jesh e falënderues ndaj Allahut xhaleshanu, se Allahu xhaleshanu ka lënë shumë momente për pastrimin e njerëzve nga mëkatet. Momenti është kur falmi në namaz, prej namazit të sabat deri në namazin e yacis, këto janë pastrim i mëkateve tona ditore. Domthonë namazet janë pastrim i mëkateve tona ditore. Një besimtar islam që zgjohet në mëngjes dhe e fal namazin e sabat dhe deri në namazin e ikindis e përfundon namazin e yacis, e përfundon namazin e yacis dhe i përfundon namazin ditore, Allahu xhaleshanu në atë moment thot fal të qofshin gabimet, Allahu xhaleshanu të pastron prej gabimeve pse ti ke qenë i urtë gjatë namazeve të tij. Por Allahu xhaleshanu ka lënë momente tjera për pastrim. Momenti tjetër është kur ne e falmi namazin e xumos. Kur ta falmi namazin e xumos dhe deri në namazin e xumos së javës së ardhshme, Allahu xhaleshanu në namazin e xumos së ardhshme do t'i pastrojë mëkatet që kena pas gjatë një javë. Por Allahu xhaleshanu ka menduar edhe më tej për neve, ka menduar për mëkatet tona vjetore. Ai besimtar që e ka agjeruar vitin e kaluar, agjerimin, dhe pret që të agjerojë agjerimin e ardhshëm, kur do ta përfundojë në ditën e Fitr Bajramit, Allahu xhaleshanu do t'ia falë mëkatet vjetore. E shihni që një besimtar musliman për një vjet do ta pastrojë Allahu xhaleshanu prej mëkateve. Mirë po Allahu xhaleshanu ka lënë edhe falje të mëkateve të përjetshme. Thot një besimtar musliman i cili shkon, thot edhe bën haxhin një herë në jetën e tij, thot Allahu xhaleshanu atë ditë kur do t'ja pranojë haxhin, se ka lloj haxhe, nëse ja pranojë haxhin, se ka haxh që shkon dhe kthehet pa haxh, mirë po ai besimtar i cili shkon dhe kryen haxhin në atë mënyrë se siç është i kërkuar, thot Allahu xhaleshanu në atë moment thot e ka pastruar prej mëkateve të mëparshme. Thot ai besimtar domos është i shpëtuar tek Allahu xhaleshanu. Asnjë ibadet Allahu xhaleshanu që e ka lënë këtë botë, që e ka bërë obligim për njerëzit, asnjë ibadet nuk e ka ndonjë qëllim të keq. Asnjë ibadet nuk e ka ndonjë qëllim të keq, por e ka një qëllim të mirë, që të jenë të urtë ndaj namazeve të tyre, që të jenë të urtë gjatë agjerimit të tyre e kështu me radhë. Domthonë vetë namazi po të pastrojnë prej mëkateve. Vetë agjerimi po të bën që ti të kujtosh për vëllaun tënd. Po të bën që ti ta kujtosh për vëllaun tënd, a ka për të hëngër dhe a ka për të pirë. Ebu Bekri kur e mori postin si udhëheqësi i muslimanëve në Medinë, çdo ditë kur dilte ta falte namazin e sabahut, e shehte një dritë lart në periferitë e Medinës. Por çdo ditë. Por një ditë prej ditëve e vendosi që të shkon ta viziton atë dritë, çfarë ka me dritë që asnjëherë nuk po shihet. Edhe kur shkoi në mbrëmje, kur shkoi, e pa një grua plak të verbuar, me disa fëmijë të vegjël. Dhe mbi shporetin e tij zinte diçka. Përgatitte për të ngrënë fëmijët e tjerë, të cilët ishin me padurim, me padurim atë ngrënje se çka po ju servon nëna e tyre plak e verbuar. Po kur e dim se nëna e tyre plak e verbuar,
asgjë nuk ka përgatitur për fëmijët e tyre. Edhe hyni Ebu Bekri mbrenda me lejen e gruas dhe pyeti gruan: "O grua, çka je duke bërë? Tan kohën unë e shoh që në këtë shtëpi ka dritë. Çfarë je ti duke përgatitur për fëmijët e tu?" Thotë: "Valla, unë para se të flas me ty, po kërkoj veç diçka prej teje." Thotë: "Urna." Thotë: "A ka mundësi që t'ja qosh një selam udhëheqësit të Medinës, që ishte Ebu Bekri vetë. T'ja qosh një selam udhëheqësit të Medinës, që është Ebu Bekri, dhe tha t'i thosh, a ka mundësi që do njëherë të kujtohen familjet të cilët nuk kanë për të hangër dhe për të pirë, nuk kanë çfarë t'i përgatisin njerëzit, a ka do njëherë mundësi që të vije dhe të na vizitoje?" Ebu Bekri mbush për të qajtur. Dhe tha: oj grua e nderuar, oj plaka e nderuar, unë pa dyshim se do t'ja qoj atë selam Ebu Bekrit, që vetë aje pranoj selamin e vetë. Po tha: "Çka je duke përgatitur në atë kazan?" Tha: "O vëllai nderuar, mos më dëgjojnë fëmijët e mi." Tha: "Pse?" Tha: "Se në kazanin tim nuk kam asgjë." Tha: "Ne kam qit ujë në kazanin tim dhe kam qit disa gur në kazanin tim, çka fëmijëve nuk ja u lejoj të shohin se çka ka në kazan, se fëmijët e mi qohën në mëngjes nuk kanë çka të hajnë, në drek nuk kanë çka të hajnë, në mbrëmje nuk kanë çka të hajnë, por unë i mashtroj nga pak." Çka i mashtron? Tha: "Ju tham, bini ju flini se unë do të përgatis diçka. Bini ju flini se unë do t'ju përgatis diçka." Dhe ato duke më prit mua se unë do t'ju servoj diçka, thot i zën gjumë dhe flenë pa bukë. I zën gjumë dhe thot flenë pa bukë. Ebu Bekri shumë u prek nga ky rast. Edhe u kthi në Medinë, i asiguroi plakës për një kohë shumë të gjatë disa gjëra ushqimore dhe ja solli në shtëpinë e tij që t'i ushqeje fëmijët e tyre. Domthon, ai shihni se pse është agjerimi. Agjerimi domthon çenka që ne t'i kujtojmë të varfërit pak vëllai nderuar. Kur ta shtrojmë sofrën tonë para vetit, na shkojnë në ato momentet kur ne kemi mos tepërmi uri, na shkojë mendja: "A thua ka vëllau jon? A thua ka kushia jon?" Se prej kushijës kemi 2 herë hak. Kushijës, muslimani ke 2 herë hak, një që është musliman dhe një që e ke kushi. Dhe të na shkojë mendja që a do të na shkojë mendja që ti të më vëlla, a ke diçka për të ngrënë, a ke diçka për të pi? Për këtë qëllim është agjerimi. Për këto zemra që janë, se zemra e cila është e ngopur, nuk mendon për tjetrin. Dhe ne vazhdimisht jemi të ngopur dhe nuk mendojmë se a ka njerëz të tjerë të hajmë? Ndërsa kur është zemra, kur është barku jon i pa ngopur, ata neve kas na shkon mendja. Na shkon mendja kemi për të hëngër ne, fillimisht në mbrëmje. A ka për të hëngër vllau jon? A ka për të hëngër kushit ton? A ka të hajnë komuna jon? A ka të hajnë ndonjë njeri? A ka mungesë ndonjë njeri në shtëpitë e vet? Domethënë, për këtë qëllim është agjerimi. Por ne në asnjë mënyrë nuk duhet ta refuzojmë asnjë obligim ndaj Allahut. Nëse njëri në obligim për obligimeve që e refuzon ndaj Allahut, atë ke bërë një gabim të rënd, çka Allahu xhaleshanu asnjëherë nuk do ta falë. Kemi raste kur të bëhen xhamati dhe shkojnë falin namazin me xhamat, të tjerë thonë: "Ato çka janë të bu? Ato çka janë duke bërë? Çka janë të bën duke falë?" Domthon, ai në një farë mënyre e mohon faljen e namazit. Ai njeri nëse nuk kërkon falje, ai njeri ka dalë prej fejes. Apo se dikush tjetër thot agjerimi: "Unë nuk mund të agjeroj për atë arsye se kam nevojë për ujë, kam nevojë për diçka tjetër." Jo, po Allahu xhaleshani din nevojat e gjithë besimtarëve. Allahu xhaleshani do t'ia falë atij njeriu i cili me të vërtet ka nevojë, është i sëmur. Se kemi disa kushte ku Allahu xhaleshani do t'ia falë njerëzve. Është ajo kushti i cili është i sëmur, është udhëtar e kështu me radh, atyre njerëzve do t'ia falë. Mirë po nuk ja fal atij njeriu që e mohon thot: "On nuk mund të agjeroj, sa agjerimi nuk është asgjë, vetëm se uri." Është uri për atë mendje e cila është e turbullt dhe nuk din ta besojë Allahun xhaleshani. Por e lutem Allahun xhaleshani të gjithë besimtarët musliman të jenë mendjet
të shëndosha, që ta pranojnë obligimin e Allahut, që ta zbatojnë obligimin e Allahut, që ta agjerojnë agjerimin e Allahut, që të jenë ditën e gjykimit të shpëtuar nga dënimi i Allahut. E lutë Allahun xhaleshan që të gjithë njerëzit, që të gjithë besimtarët musliman që janë duke agjeruar në këto momente, e lutë Allahun xhaleshan që agjerimi i tyre të jetë i lehtë. E lutë Allahun xhaleshan që ditët që na kanë mbetur, inshallah Allahu xhaleshan e bën të mundshme që ato ditë të agjerohen. Lutë Allahun xhaleshan që agjerimi tonë të jetë i pranuar, namazet e ona të jenë të pranuar dhe të jenë obligimet, të jenë veprat tona të pranuar tek Allahu xhaleshan. Wa aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.